Andaj për shembull për shembull ajeti 196. Dhe këtu vëzhgju me bëni vërejtje shumë të madhe. Që jemi te haxhi. Allah na mëson me bë haxhi rabbel alamin. Vëzhgju në shumë prej ajeteve kuranore ka ardhur aqimus salata wa atuz zakat. Sikur që kem te ajeti 177. Edhe në fund kur e përmend Allahu namazin. Edhe kur e përmend Allahu agjërimin, nuk thot agjëroni për Allah. Kur e përmend Allahu agjërimin, nuk thot agjëroni për Allah. As kur falet, nuk thot falni për Allah. As kur jepni zeqat, nuk thot jepni për Allah. Shirove se kur e ka përmend haxhin çka ka thonë. Lexoj ajetin 196. O etimul hajj wal umrata lillah. Plotësoni haxhin edhe umrën veç për Allah. Pse veç për Allah? Sepse haxhi dhe umrja hisja e nefsit është shumë e madhe. Shkon për tregti, shkon për biznes, shkon për mushetit, shkon për me pa Arabien, a ishin civilizum, a jo. E kështu me radhë për fantazive të njerëzve, e lilla, shumë pak. Jo rasisht alej sallallahu alaihi wasallam. Haxhi pranum. Gjenat, s'ka problem tjetër. S'ka problem tjetër për këtë punë. Ama mendoni vëzë se si cili që shkon haxh kthehet xhenet lija? La wallah. Ja wallah. S'ka mos. Andaj shikoni vëzë si ka ardhur ajeti. Shumë dispozita kanë ardhur banë këtë punë, banë atë punë. Edhe ajo banë për Allah, nuk kuptohet. Nuk kuptohet. Ktu e ka citu lillah, banë për Allah. Pse? Sepse jemi të pa. A jemi të pa vëzë këtë bashkë ose në të pa? Këtë bashkë në të pa. Apo jemi të pa se ato bo lillah apo li etj. Li Facebook, li Twitter, li Instagram, li syret, li me më thonë haxhi, li biznis, këtë janë la për. Ku është Allahu xhelalu ala? Elusme Allahu të na falë ja rabbel alamin. Vazhdon Allahu xhelalu dhe e përmend haxhin. El haxhu ashhurun ma'lumat. E përmend haxhin, pastaj shiko, Allahu xhelalu din se njerëzit kanë bërë sabër pa bërë tregti. Po çi bëjë me shku deri në haxh mos me ble çeva. Po, shko deri në haxh. Ama njerëz nuk bajnë sabër. Çka thot Allahu xhelalu? Leysa aleikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. S'keni gjuna gjatë haxhit me bërë tregti. Pse? S'mban sabër njëri pa ble. Allahu xhelalu këta e di. Po kjo mos mu bë qëllim. Jo se njerëz, a ki shkuti taj duqani? O Allah, qabi Allahit për para, a ki shkuti taj duqani? Kjo realitetë vëzë, nuk i në duka zubar Allah. Shkojnë njerëzin qabe, ma shumë rinë duqana se zanë në qabe. A një dhe thot e pasha, po shta shamet bëhuna, gjithë dit me nejtë atëja. Po gjithë dit më në dush me nejtë këtu se 100.000 namaz, ani namaz. 100.000 namaz, vëzë, shumë zoje kalkulatori, kur t'ja nis mi i dhanë shumë shifra, shumë zim, kalkulatori thot pritë se s'jam të mujtë. Bani kalkulimet ma ka dale. Qato është probleme kish kon atje te duqani. Andaj tha Allahu xhallahu nuk ka gjuna për ju me bë tregti në haxh. Ama jo me bë tregtia sini mi haxhit. Allahu na fal ya rabbel alamin. Andaj vazhdon Allahu te bareke ve teala dhe shikoni vëzër, shikoni pse thot Allahu xhallahu wa atimul hajj wal umrata lillah. Shikoni përse në Kur'an vëzër. Nëse jemi tu e hin muin e Kur'anit. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Plotësoni haxhin dhe umrën për Allah. Lexoni të shpija shumë të ajetin. Ajetin 201. Midis haxhit. Thot Allahu te bareke ve teala, "Wa fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya." Midis haxhit ka shku, o Allah thot japon pi dunjajës. Lexoni ajetin. Wa fa minan nasi man yaqulu midis shiko në haxho, o Allah, e keni pa pare, nuse, evlad, veturën, shikur që jam të prit Mercedes-ës sa të ardhë. O shetu lip, o Allah. O Allah, shetu lip, gjennetin Allah të harove, gjennemin me trujt e harove, mi t'i bo fmit namazli harove, mulut me t'arujt grujën pit qijave harove. Pa për të sa të vinë, gumat njerë të minë. Shikova se midis haxhit, thot Allahu xha, "Wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Që ti njerit në ahiret asnjë hise si takon, me arë dunjajën. Dhe shikova se shka është interesant, se kur e ka lip dunjajën, as nuk ka thonë hasene. Përshem më basan, "Rabbana atina fid dunya hasene", edhe e ka haru ahiretin.
Ama shiko vëzër besimtari kur lutet. Ajeti 201. Wa minhum man yaqulu, dhe prej haxhilerëve ka që thonë, Rabbana atina fid dunya hasana. O Allah, o Zoti jon, prej kësaj dunjaje, jo çdo dunja, halal. Jo çdo dunja. Se Allah i ta shënon haram, ti thu jo. Wa fil akhirati hasanatan. Edhe në ahiret dojnë atë mira. Këto të parë kanë haru ahiretin. Ku të po vëzë që lutja në mitë disë haqit. Andaj mos t'ju tremba i numëri madh atje. Sa të plot për njerëzve çojnë durë për diçka tjetër. E pak po e me pështupja azabit Allah. Vazhdon Allahu dhe thot, wa qina adhaban nar, dhe thon këta besimtar, o Allah runa pi zjarrit e xhenemit. Allahu na ruaj pi zjarrit e xhenemit ya rabbel alamin. Dhe vazhdon Allahu te bareke ve teala me, dhe shikoni vëzër, tash s'po bëjmë tefsir, po janë shumë interesante ajete. Lezon ajetin 204. Dikush thot, o gjo, bash be kish hije, kur kish hini harama i do foto do sirete, me talon shumë amelve, a bash hiç se ka çuka ahiretja. Dëgjon ajetin 204 shka thot Allahu xhelalu ala. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya. E ka për disa për njerëzve boll shirat i bukur dukën. Shumë heshëm talon të ish përshtypjen. Fil hayati dunya, veç këtë dunja. Wa yushhidu Allah ala ma fi qalbi. Edhe këta ku të folin, kitë Allah i le morin për dëshmitar. Valla, billa, për Allah jam të shkuhet. Thëtë Allahu gjawahu e leddu khisam. Kjo është hasëm nga të rëstari mëj madhë. Kjo është kjo armiku mëj madhë. Mos tina më në tonë të fësirë se në mërë shumë kohë.